Defekti më i madh i ne vajzave dhe grave është se harrojmë ndonjëherë se sa shumë vlejmë. Ky është i vetmi defekt. Unë do ju thoja të gjithave, pavarësisht se çfarë jeni duke kaluar, pavarësisht se çfarë keni kaluar, e pavarësisht asaj që pritet të kaloni, asnjëherë mos u dorëzoni. Gjithmonë qëndroni të forta, gjithmonë besoni në vetvete dhe asnjëherë mos lejoni që dikush t'ju diktoj jetën, që dikush t'ju pres lirin, që dikush t'ju fyej, që dikush t'ju bëj të ndiheni ajo që ju nuk jeni. Duhet gjithmonë të luftoni për këtë, sepse ne jemi qenia më e bukur që ekziston. Ne jemi e vetmja qenie që sjell në jetën, pra ne jemi vetë jeta. Ju dua shumë të gjithave kurajo për çdo që është duke u përballur me vështirësi në këto momente. Nuk është fundi, është vetëm një moment i vështirë të cilin po kalon. Do t'ja dalësh mban dhe do të buzëqeshësh sërish.